Allah thot, o ju që keni besuar, shkojnë thot Allah xhallahu në emën të besimit. Mos të tallet një grup burrash me një grup tjetër. Nëse ka mundësi që ata që talleni me ta t'jenë më të mirë se ju. Njëri mund më tallë me diken, për shembull, për shkak të ndonjë tmete që e ka, por veç ai ka mundësi të tallon me kon më mirë. Dikush për shembull ka një tmet caktuar, mund të belbizon të folë për shembull. Dhe njerëz fatkeqësisht mund të tallë për shkak të këtij belbizimi i tij. Kjo është nënçmim, kjo është poshtërsi. Ose për shembull dikush ndoshta hec në një mënyrë pak ndoshta më të deformuar për shkak se çashtu është i lindur apo ka pasur ndonjë aksident edhe është sprovu. Mund të tallë njerëz me esën e tij për shembull, me esjaje mund të tallë. Kjo është nënçmim. Ndaluar është rrëpsisht. Qase ka mundësi ai të allash më mirë. Na nuk e dim brendit e njerëzve, na nuk e dim realitetin e esencën. Po edhe mos më kon më të mirë se na, s'bën më tallë. Le më ku e dim na është më mirë tek Allahu.